Lufta në Iran, patjetër që ndikon drejt për drejt edhe në aspektin e karburanteve, por edhe në aspektin e produkteve të tjera, qoftë ato bazë, qoftë edhe produktet ndryshme që ne i konsumojmë në jetën tonë. Pra, lufta, do të thoja, luftrat e vazhdueshme, të cilat në një mënyrë apo një tjetër nuk po gjejnë zgjidhje ose pra mbyllet një vatër zjarri, hapet një tjetër, kishte probleme në Siri, kishte probleme në Irak, lufta Rusi-Ukrainë, tashmë Irani. Gjithë këto element kombinuar, patjetër që sjellin mungesë sigurie në një mënyrë. Po vendimet e organizatës eksportuese të vendeve eksportuese të naftës sa ndikojnë në çmimin final që paguajnë qytetarët? Patjetër që lidhet, gjithçka lidhet me këtë, por nëse i referohemi rastit ton, si Shqipërinë jemi pak si do të thoja të përjashtuar edhe në mënyrën se si mendojmë edhe në mënyrën se si bëjmë biznes, kur diçka ndodh jashtë nesh, ne rrisim çmimet duke supozuar se nuk kemi depozita apo diçka, pra duke supozuar se ne po blejmë në atë moment që rriten çmimet në gjithë botën. Ndërsa kur vjen çështja pastaj për të ulur, jemi të fundit. E marrim kthesin pak si me vështirësi. E qartë. Senada, sa përqind e kostos një bilete përbën çmimi i karburantit? Nëse flasim për një kohë të mirë, shkon diku tek 20%, por gjithë se kemi situatë të rënduar tashmë, ku do ta ndaja faktikisht në dy pjesë arsyen se pse kemi një rritje të kostos së biletave, e cila është rritur 20 deri në 30%. Mbi normalitetin e saj, pra shkon, pra 20% tham që ishte në kohë të mirë, kurse 20 deri në 30% rritet tani. Tani e lidh në dy aspekt sigurisht, edhe me rritjen e konfliktit që ka ndodhur dhe e para është rritja e çmimit të karburantit për shkak të konfliktit që ka ndodhur, dhe tjetra sigurisht është edhe devijimet që ato bëjnë për shkak të bllokimeve apo pozullimeve momentale të hapësirave ajrore. Interesante, pra rrugët e reja që ndjekin fluturimin të ndryshëm. Tashmë konfliktet nuk po ndryshojnë vetëm hartat toksore, ato po ngrihen edhe në qiell, duke ndryshuar kështu edhe hartat ajrore. Kur një konflikt fillon në tokë, ai vazhdon deri në qiell dhe ndryshon edhe hartat e qiellit. Mirë, po gjitha këto ndryshime të rrugëve të reja ajrore që po detyrohen për të shmangur konfliktet, zonat konfliktuale dhe për të ruajtur ato që aviacioni e ka primare, që është siguria, kanë disa kosto të tjera që janë zinxhir. Për të shmangur këto zona kemi devijime dhe zgjatime të rrugëve ajrore. Duke zgjatur rrugët ajrore, kemi një zgjatje të kohës të fluturimit. 1 deri në 2 orë është pak a shumë mesatarja që fluturimet për shkak të konfliktit pra mbi 1 deri në 2 orë janë zgjatur fluturimet. Duke zgjatur fluturimet, shumë e konsiderueshme për djegjen e karburantit që kanë avionat, dhe kjo kalon në efektin zinxhir, që do të thotë më shumë karburant. Më shumë karburant do të thotë më shumë kosto për kompanitë ajrore, dhe më shumë kosto për kompanitë ajrore çon në atë efektin zinxhir që më shumë bileta me çmime më të larta. Po në rastet kur ka vetëm rritje të çmimit të karburantit, edhe e njëjta gjë reflektohet si kjo. Sa është përqindja më lart kur janë rritur biletat, për shembull, nëse kemi shifra? Vetëm nga rritja e çmimit, pa ndryshim të hartë të fluturimit. Pa ndryshim të hartë të fluturimit, pra është marrje mesatare 20 deri në 30% mbi atë normalitetin e kostos që ka një bilet normale. Që ka pasur më parë, e qartë, po. Sidomos tani që janë bërë, pra është një efekt i duplikuar. Tani kemi edhe zgjatje të rrugëve, edhe rritje të kostove për shkak të rritjes kohës fluturimit, zgjatjes së rrugëve, po edhe rritjes për shkak të rritjes së çmimit. Aktualisht ka rritje të çmimit të biletave?